الحمد لله رب العالمين يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق الله العظيم تداشر vëllezër musliman Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluh me këta ajeti kerim që urdhënon Allahu alem bimuradi ne jetëm disa minut dhe marëm disa frim në hijen e fjalëve të Allahu Dhul Gjelal dhe në kulmin e medresës së Rasulullahit alayhi salatu wassalam jetojmë në hijen e surës së bekuar suratul An'am e posaçërisht në hijen ajeteve që lexova para jush inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta që ta harxojmë sa minutë nga jeta jonë mjaft e shkurt duke shpresuar në Allahun Dhul Gjelal që frimarjet të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment Allahu me Jannetul Firdaus të na kompenson amin vëllezër të dashur Allahu Dhul Gjelal ka për qëllim të na spjegon jetën ton ashtu siç ai e ka planifiku dhe ai kurse si nuk don që na të devijojmë në lidhje me jetën ton të kësaj bote nga se jeta e kësaj bote është faza e dytë e jona faza e parë ka qenë në mitrën e nënës e dyta në sipërfaqen e tokës e treta në mbrendin e tokës e katërta në xhennet inshallah pra vëllezër të dashur lidhje me jetën e kësaj bote shumë njerëz kanë gabu dhe shumë njerëz kanë deviju një grup prej tyre këtë jetë e llogarisin të përhershme dhe këtu i ngulin këmbët dhe këtu i shtrëngojnë dhëmbët sikur s'ka jetë tjetër për ta dhe ato thonë in hiya illa hayatun ad-dunya nuk ka tjetër jetë përveç kësaj të dunjos wa ma nahnu bimab'uthin dhe na nuk ringjallemi këta njerëz e mohojnë fuqinë urtësinë mençurinë e krijuesit ata të cilët e mohojnë ringjalljen e mohojnë fuqinë dhe urtësinë e atij që i ka kriju prej hiqit dhe më logjikshme për mendjen e njeriut është më e pranueshme për trunin e njeriut është që një gjë të përsëritet se sa të çpiket kurse Allahu Dhul Gjelal pasi ka pas fuqi dhe ka pas urtësi që neve na ka çpik prej hiqit fuqia e tij është ajo e cila do të na ringjall përsëri ndërsa shumë njerëz këto nuk e besojnë wa ma nahnu bimab'uthin dhe mu për ata njerëz nuk zgjedhin mjete se si të jetojnë në këtë jetë nuk zgjedhin mjete a halal a haram a e lejuar a e ndaluar a e logjikshme a e turpshme me çdo kusht të jetojnë la tajidannahum ahrasa an-nasi ala haya Allahu Dhul Gjelal thot tipin e till do ta gjesh të dashur dhe më të dashur do ta kenë jetën e kësaj bote dhe nuk mendojnë për qëtërse të hanë, të ushqehen, të zbaviten, të dëfrehen pa kufi si kur shtaza kel an'am
belhum e dal, ato bilen në shkallë më të ullet se shtaza. Nga se shtaza nuk e tepron, shtaza ha me ment, ndërsa shumë njerëz, tek shumë njerëz duhet të intervenoj mjeku nga ushtimi i tepruar i tij. Për pasojë ti ka shkaktu nga ushtimi i tepruar, a nuk është në një shkallë më të ullet se kafsha? Kafsha vret një kafsh me brinat e saj, por njeriu vret një popull, një generat të shkatron me trunin e qoroditur të tij. Pse? Sa ai nuk beson në ringjallje, nuk beson se do të del para Allahut dhul xhelal. Pra kjo është kategoria që ka devijuar dhe ka dështuar, të cilët nuk pranojnë jetë të amshuar, por jetë të tyre të parë dhe të përhershme, si të parë dhe si të fundit, e llogarisin jetën e kësaj bote. Grupa tjetër, o vëllezër të dashur, e anashkalojnë jetën e kësaj bote, e në përkëmbin jetën e kësaj bote, nuk e vlerësojnë jetën e kësaj bote, atë në kalugjer, atë në murg, atë në të dërvijuar. Allahu dhul xhelal nuk lejon një gjë të tillë. Nga saj na ka kriju halife, më këmbës, për të punu, për të studiu, për të përparu, edhe pse jo për të sundu në rruzullin toksor, pasi na ka kriju halife, këtë parim duhet ta ketë çdo musliman. Nuk guxon ta na shkalojmë jetën e kësaj bote dhe të themi jeta jonë është ahireti, këto leja shkaut. Kështu kanë thonë ndonjëherë njerëzit. Është mendim i gabuar. Është mendim i gabuar. La tansa nasibaka min ad-dunya. Allahu dhul xhelal thot: "Wabtagi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah." Shfrytëzoje, shpresoje, përgatitu, bënu gati për jetën e premtuar, të cilën ta ka premtuar Allahu dhul xhelal, për jetën e amshushme për ahiretin. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, dhe mos e harro hisën tënde në këtë dunja, mos e harro hisën tënde në arsim, mos e harro hisën tënde në ekonomi, mos e harro hisën tënde në politik, mos e harro hisën tënde në ministri, mos e harro musliman, se dhe ti ke hise, mos rrit gjithmonë kontinjer, mos rrit gjithmonë tretuar, hin në autoban me halkit, drejtohu, po për me dal në autoban, duhet kesh maqinë si tjerët. Për me dalë në autoban, o vllai dashur, duhet kesh maqinë si tjerët. Me biciklet nuk dilet në autoban. Me kaci dhe me netëll me bisht gjatë nuk dilet në autoban. Veç mund të pastrojsh autobanin. Ajo të garosh në autoban. Musliman vllai dashur, wabtagi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Shpresoje, përgatitu për jetën e ahiretit. Mos e harro hisën tënde, se me këtë fitohet ajo. E dunja mazra'atul akhirah. Dunjaja është bafçi ahiretit. Nëse nuk mbjell në dunja, nuk ka çka të korrish në ahiret. Dunjaja është ura e xhenetit. Patjetër të kalosh, po mos bish për fundi. Nëse nuk din të kalosh në urë, bjen poshtë, nuk mund dash në tonë. Cila është në tonë? Xheneti. Pra duhet të kalosh mirë urën e kësaj e xhenetit, pra jetën e kësaj bote. Asesi nuk guxon muslimani të jetë për tac. Muslimani të thot, së më duhet kjo dunja, jo të duhet kjo dunja. A di për çka të duhet? Jo të jetosh gjithmonë, ta shfrytëzosh që ta fitosh ahiretin. S'ka ekstremitet në islam, o vllai dashur. Çka thanë ato 3 djelmoshat e ri, të cilët gabuan në mendimet e tyre, po për fat mirë të tyre kishin edukatorin prezent. Shkuan 3 djelmoshat e shtëpia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Trokitën në derën e tij. Prej mrenda u përgjigj nana e muslimanëve. Nana e muslimanëve Hazreti Aisha. Nana e muslimanëve, jo nana e Tezeza. Jo, nana e muslimanëve Hazreti Aisha. Jo non Tezeza, non dhe Tezeza. Jo, muslimanët nuk kanë non Tezeza. Muslimanët i kanë nonat e veta. Muslimanët i kanë nonat e veta të ndershme. Pra, ju përgjigj prej mbrenda nana e muslimanëve Hazreti Aisha radiallahu anha dhe tha, urdhëroni. Than, na duhet pejgamberi ta pyesëm diçka. Tha pejgamberi momentalisht nuk është prezent. Çka ju duhet? Urdhëroni. Than, dëshim ta dim ibadetin e pejgamberit. Si bon ibadet pejgamberi? Hazreti Aisha radiallahu anha tha, unë ju tregoj.
A i falen 5 kohë të namazit, falen natën edhe pushon ka pak, agjeron muajin e Ramazanit, tane tenjte dhe ditët e bardha, e tjera ditë ushqehet. Jeta familjare e ti është shumë e ngroft, shumë e ngusht. Ndo njëher i lan enët, e pastron dhamën, bile i kepën i arnon teshat e veta me dorën e vetë. Kështu ka qenë morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu ka qenë zot shtëpije, nuk e ka ngulfat familjen pak e për shumë. Po ndonjë rast ka marrë gjelpanën dhe penin, i ka arnu teshat e veta me dorë të vetë. Por me nalon shembulltyr neve, që të mos bahmi shumë hazërgji, që të mos bahmi shumë taraci, që të mos e teprojmë në luksuz, që të mos e teprojmë në ngarkesën e familjes. Vllai dashur ka thonë, ene khairukum li ehli. Unë ka thënë, jo maj miri juaj ndaj familjes time, wa khairukum li ehlihi, dhe maj miri në mesin e juaj është ai që është maj mirë për familjen e vetë. Kjo është edukatë, vëllezër të dashur. Pastaj djelmoshat thanë, mes vete, thanë, subhanallah, pejgamberi falet natën edhe pushon, pa ai nuk ka gjunahe, agjeron dhe pauzon, sa ai nuk ka gjunahe, dhe ai mban familje, ndërsa njoni tha, unë do të zgjedhi namazin gjithë natën, do të falem, hiq nuk flej. A i qetri tha, unë do të zgjedhi agjerimin e përdiqëm, për çdo ditë do të agjeroj, hiq nuk e prishi, edhe jashtë Ramazanit. A i qetri tha, unë do të marrë të tretën. Pejgamberi ka familje, angazhohet me punët familjare, pa i nuk ka gjunahe. Unë tha, nuk formoj familje, unë do të jetoj i pamartum, nuk do të formoj familje, dhe selamu alejkum, shkum. Kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Hazreti Aisha e lajmëroi për këtë rast të çuditshëm, se kjo është ekstremitet në Islam. Kjo është paraqitje, signalizimi i ekstremitetit në Islam, që Islami as pak nuk lejon ekstremitet. Islami është i mesëm, i logjikshëm. Muashtu si që ka jetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E tani pejgamberi kur doli në xhami, tha, le të afrohen që ato 3 burra që kanë qenë të shtëpia ime dhe kanë thonë këtë e këtë. U afruan 3 djelmoshat, i tha njoni, ti çka ke vendos? Tha, ja Rasulullah, unë do të falem gjithë natën, nuk flej hiq. A qetri tha, unë do të agjeroj pa ndërprej. A qetri tha, unë nuk formoj familje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ju keni gabu në mendimin e juaj. Në këtë iniciativë të cilën e keni marrë, në këtë hap të gabuar, do të tërhiqeni, të riktheheni, se ju nuk mund të bëhni më të mirë se unë. Tha, do të falni dhe do të pushoni, do të agjeroni dhe do të pauzoni, dhe familje do të formoni. Pra kjo është mesi, o vllai dashur. Nuk guxojmë ne ta anashkalojmë jetën e kësaj bote. Nuk guxojmë ne ta kuptojmë gabim thënien e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë, "Ad-dunya sijnul mu'min." Ka thonë, dunjoja është burgi i muslimanit. Çka do të thotë, të jetosh si në burg? Jo vllai dashur. Sa të mundesh të jetosh mirë, të jetosh pastër, të përparosh, të ndihmosh, se edhe ajo është ibadet. Por kur do të hinsh inshallah në xhenet, jeta e kësaj bote, sado që ke jetu mirë, por ti do të llogaritet një burg në krahasim me xhenetin. Ajo ta bësh burg, po do ta bësh jetën e kësaj bote xhenet. Po së pari ta bëjmë xhenet zemrën tonë. Nëherë ta xhenet ledisim zemrën tonë. Çka do të thot ajo? Do të thot ta hapim zemrën për çdo vëlla dhe të mos jetojmë me xhelozi, të mos jetojmë me komplekse ndaj njëri tjetrit, të mos jetojmë me hamendje të gabueshme, po ta hapim gjoksin ton dhe zemrën ton, dhe çdo fjalë që ta ndëgjojmë, ta analizojmë dhe ta llogarisim si të mirë, që Allahu dhul xhelal të na jep të mira. Edhe nëse dikush gabon ndaj neve, na të mos ngulfatemi, po të jemi zemër gjerë, që së pari ta bëjmë zemrën ton xhenet. E pastaj nga goja jonë të dalin fjalë që na çojnë në xhenet, nga durët tona të dalin punë që na afrojnë në xhenet, nga këmbët tona të dalin punë dhe udhëtime të cilat na afrojnë në xhenet, dhe në trunin ton gjithmonë të mendojmë për xhenet kësaj bote, pra me punë të mira, vllai dashur, me ibadet e kon fjalën, jo me të tepruar. Se njoni ka thonë për ulemave familjes vetë, i cili nuk kishte, ishte fukara, hante buk të thatë, ndonjëherë dhe të mikt,
por ju thonë të familjes, si kur ta din mbreti dhe fëmijët e ti, në çfarë mirësie jetojmë ne, do të na luftojshin nga xhelozia. A jemi mu? Muslimani dhe kur është fukara jeton me harmoni, jeton me lumturi dhe jeton me kënaqësi dhe me kanat. Ndërsa ai që nuk ngopet, kudo që ta çosh, ai nuk ngopet. Ai është i unët dhe do të vdesë i unët. O vllai dashur, pra nuk ka ekstremitet, nuk ka anashkallim të kësaj bote. Çka tha ai hoxha, ai dietari, ati i cili kishte zgjedhur metodën e përtacisë, kur e pa një qafk qore, tha subhanallah, si ushqehet kjo? Duke menduar rreth asaj, erdh një qafk tjetër me ushqimin e saj në gojën e saj dhe ja dorëzoi asaj qores. Tha, mbasi Allahu e ushqen këto, ai më ushqen edhe mu. Tha, unë nuk punoj. E la lavrën, e la punën, e la bujqësinë dhe ju tha familjes, do të ma bini bukën të ara, se unë mo tash do të bëj vetëm ibadet, se Allahu ma ka caktu riskun si kur asaj qafkës qore. Dhe unë dalë nuk shkonte të shpia, e lajmrun hoxhën, thanë hoxhë efendi kështu bre vepronaj, tha thirrni ti foli. Kur e thirrën i thanë hoxha të thirr, çka ka hoxha me mu? Ai që e don dynjon, unë e kam zgjedh ahiretin, ai në ta mban dynjon. More thirrni nuk vjen. Shkoi hoxha, tha vllai dashur, çka je tu bën? Tha e kom zgjedh të jetoj që kështu. Tha pse? Tha e pash se sorën qore, qafkën qore, e ushqet një tjetër. Atë hoxha tha, po tja qoria. Po pse e ke zgjedh mënyrën e qores, nuk e ke zgjedh të asaj mesi që ti afrosh dikujt, po e ke zgjedh naivitetin, e ke zgjedh pasivitetin, e ke zgjedh mënyrën të jetësh parazit, të jetësh mjeti që tërkuj, të jetësh me pensionin e babës, të jetësh me ndihmën sociale, a nuk ashtë turpa? Allahu ti ka falë gjymtyrat si ma mirë, ti ka dhonë të gjithë të mirat në trupin tënë dhe trunin tënë, e ti donë të bëhesh muslimoni fort, se unë nuk punoj, se Allahu e ka caktu riskën kokë shpinës, ha? Jo vllai dashur, jo kjo nuk është islami jonë, ki islam nuk është i yni, ki islam është ju hazuar made in dembela, ki islam e ka made in dembela, made in hazërgji, jo made in Kur'an, made in hadith, jo vllai dashur. Pra, i alemu, annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun. Jeta e kësaj bote është loj dhe dëfrim. Çka do të thot Allahu dhul Xhelal me këtë ajet që do t'ja u përcjelli në pika të shkurta? Ne tregon natyrën e jetës së kësaj bote. Së pari, ku fillon jeta? Innama al-hayatu ad-dunya la'ibun. I'lamu, Allahu dhul Xhelal thot dinjo njerëz, dinje mos gaboni, dinje mos harroni, dinje dhe kuptoni se jeta e kësaj bote fillon me loj. A fillon me loj? Po valla fëmiu së pari fillon me loj. Jeta e kësaj bote nuk fillon në tregti. Jeta e kësaj bote nuk fillon në fakultet. Fillon me kuklla, me loj, na si fëmijë. Është natyra e fëmijës. Nuk guxon me ja marr natyrën fëmijës, po duhet ta lejojmë të luan. E pastaj mbas lojave çka vjen, ato loja pa qëllim, vetëm të luan. Ai s'din pse? Se din, don të luan. Pastaj lehvon një loj pak me karakter më të tjetër. Cila është ajo? Loj për gara, loj për konkurrencë, ndoshta loj për fitim, sport që paguhet shtrenjtë, sport që ta forcon trupin, sport që bën shkrenar se i ke dali pari, nuk është haram. Nuk është haram të garosh në sport, po haram është ta teprosh në sport. Nuk është haram të garosh në sport, po është haram të përdorish gjëra që s'të lejohen në sport. Nuk lejohet në sport të dash gjys lakuriqi trupin tënd. Nuk lejohet në sport të bësh hile. Nuk lejohet në sport të shajsh, të ofendosh. Nuk lejohet në sport të lësh namazin. Nuk lejohet në sport të hash Ramazanin se unë jam sportist. Ja e ka masën e vet dhe e ka peshën e vet. Wa lahwun dhe loj me qëllim pak më të lartë. Wa zinatun dhe zbukurim. Normal, jeta e kësaj bote është zbukurim. Dhe zbukurimin e kësaj bote nuk guxojmë ta anashkalojmë, se Allahu dhul Xhelal ka thonë: "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Merrni zbukurimin e juaj në çdo xhami. Çdo herë kur të falesh, të zbukurohesh. Mos eja në xhami me majc gjys lakuriç, shpinën goliç. Ma nuk i ka hije.
Mama, pastrohu pak, zbukurohu, se del para Allahu dhul gjelal. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Teshat më të bukra t'i veshish kur t'vish në xhami. Mos e në xhami racapel si rebel. Ja, nuk lejohet. Vllai dashur, më falni. Wa zinatun kull man harrama zinata Allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq. Allahu dhul gjelal thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thuaj, tërhiqja vërejtjen. Kush janë ata që kanë guxim t'i bëjnë haram zbukurimet e kësaj jete? Kush janë kanë guxim t'i bëjnë haram ato që Allahu i ka krijuar? Allahu për ju i ka kriju, shfrytëzoni, po në to mos e teproni. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Hani dhe pini, veshnu dhe zbukuroni, po në asnjënën mos e teproni. Mos e mbashtroni veten e juaj. Cila është zbukurimi i plakut pash Zotin? Zbukurimi i plakut që ju kanë thënë flokët, zbukurimi i tij është mjekra. Hekja e mjekrës nuk është zbukurim, është vetë mbashtrim. Dhe Allahu dhul gjelal, kur njeriut i plaket ftyra, i thihet mjekra dhe flokët, Allahu dhul gjelal thët, abdi, o robi im, unë turprohem të të shti në gjehnem, a ti nuk të prohesh të bësh gjuna. Allahu turpnohet prej plakut kur ai thihet. Omer ibn Abdulazizi radiallahu anhu e ka pas një njeri që e ka këshillu, e ka mbajt me vete, e ka këshillu, i ka shku mrapa, ittaqillaha ya Omer, ke frikë Allahun mos gabo. Një ditë prej ditëve, Omeri tha, ndalu mo, nuk ka nevoj. Tha, nuk ka nevoj të më këshillosh. Tha, pse ja emir el mu'minin? Tha, se në mjekrën time ka dar një qime bardh, kjo është këshillu si im, mo, nuk ka nevoj ti të marsh mrapa. Ja, mo bohën, mo, tash e kam këshillusin me vete. Kështu vëllai dashur, uazine dhe zbukurim. Zbukurimi është i lejuar, po jo i tepruar. Cili është zbukurimi i femrës tonë muslimane kur del prej shtëpie? Të limut, të nximit, të veshurit, një të tretën lakuriq, kjo është femna e bukur e jona, kjo është vetë mbashtrim. Femna e bukur e jona është zbukurohet me mbulesë, zbukurohet me urdhër të Allahut, me dhe me sunet të pejgamberit. Wa zinatun wa tafakhurun bainakum, dhe lavdrat mes jush. Ndash për zbukurim, o për pasuni, o për sport, o për shkollë, ai zbukurimi paraqitet instinktivisht. Dashke s'dashke. A ke pa fëmin tënë? Kur është në foshnjore e vesh nona qashtu si don. E vesh ajo. Pak ma vonë, klase 2-3, tani zgjidh teshat. Këto nuk e veshi se e kam pas vesh për bajram. Këtë nuk e veshi se e kam vesh ndasë. Këtë nuk e veshi se e ka një shoqja ime. E pastaj, deri tash dilke prej dere, tash ti nuk del pa u shiqun pas qyrë. Vëzinetëm, të zbukurohet. Kjo është natyra, po jo të teprohet. O vëllai dashur, të gjitha këto duhet të shfrytëzohen, po as se si të teprohen. O të fakhurun bainakum, dhe lavdërat mes jush. Po, lavdërata dhe konkurenca është e lejuar. Wa sabiku ila magfiratin min rabbikum. Garoni dhe lavdërohuni, po mos u lavdërohni me gojat e juaja, por lavdrohni me veprat e juaja. Ti boni punët me të cilat do të lavdrohesh vetvetiu, kanë me të lavdru shoqëria, ka me të lavdru klasa, ka me të lavdru lagja, ka me të lavdru fshati, ka me të lavdru qyteti, ka me të lavdru populli, ka me të lavdru imeti, ka me të lavdru Allahu dhe pejgamberi, kanë me të lavdru edhe me laqet që të shoqërojnë ti, se ti kur njëherë nuk shahesh, ti kur njëherë nuk ban gibet, ti me laqet i shoqëron me Kur'an, ti me laqet i shoqëron me zikr, ti me laqet i shoqëron me namaz, kanë me të lavdru me laqet, kur të lavdrojnë me laqet që ki me vete, kanë me të lavdru gjithë njerëzimi, kur të urejnë me laqet që ke me vete, sa do që ti të lavdrohesh, gjithë bota dhe të urejnë, se e ke urej Allahu dhe pejgamberin. Pra të fakhurun dhe lavdrat dhe konkurent, ku? Në pun të mira, wa të kathurun fil amwali wal aulad, dhe shumim të pasuris dhe të fëmis. Pra, grada, po, prej lojnave, në sporte, në zbukurim, në lavdrat, në gara, në shumim të pasuris dhe evladit, e pastaj, të gjithë që kjo është jeta e dynjos, që kjo është spjegimi jetës së dynjos, të cilën në spjegon Allahu dhul Gjalal, e cila shumë e natyrshme. E në fund, ke me theli gajithin,
Kjo e ka shembullin sikur një shi. A gjebel kufara në batuhu, që bujqet i mahnit bima. Kur bjen shi në tokën pjellore, ti e ke mbjell grunin me farë të zgjedhur, ja ke ofru kushtet bereqetit, tani bina i gruni it, pa kur far fije të barave qera, pa kur far barna të qera, dhe nuk ka të përzier as elp as thekën, se e ke qitë farën e pastër të grunit, dhe aj të mahnit kur e shikon. Pra ke me thali gajthin, a gjebel kufarën e batuhu, e pastaj, aj kënaqet kur e shef, si kur e ka sharru ato, si kur e ka pre me gërshan, elhamdulillah, kënaqet kur e shef bereqetin e ti. Thume jahigju, e pastaj vjen në gradën përfundimtare, si jeta e njeriut, faza, edhe bereqeti vjen ka përfundimi, thume jahigju, pastaj fillon të pjeket. Fetarahu musfarren, pastaj kur shkesh një dit u ka zverdh. Thume yakunu hutama, pastaj diçka u bo kasht. U bo kasht. E kashta shkon në mashën, e bereqetin hambar. Edhe njeriu, trupi shkon në tokë, e shpirti shkon në xhennet. Fazat e bimës dhe fazat e njerëzive janë të ngjashme. Fëmiu gradualisht, faz pas faze, vin deri te pjekuria, e mbas pjekuris, vin pleçnia, e tani ma vonë, vjen shpërngulja, jo vdekja, vjen shpërngulja për në xhennet, insha Allah. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Dhe në fund, jeta e kësaj bote duhet të shfrytëzohet, por jeta e kësaj bote të mos në mbashtron. Se mata'ul gurur, meta arabët i thonë, bashtu bukfal, asaj leckës që lajnë enët. Dhe në fund, sa ka vler ajo lecka që lajnë enët, qaq kom unë edhe ti. Pse a qaq më që vlerësove, po kam guxim. Se ajo lecka mas i lanë enët, ka fundi që ka bëjnë në vlajdashur, e largojnë prej shpije, e qënë kontinjer, vjen bërlokgjia, e qënë adje të vendi. E unë kur dhe plakem ma në fund, që ka dhe bëjnë, ose para se të plakem, vdes. E mbas i vdes, a më ven në vitrin më ruin mua. A në vitrin dhe të më ruin mbas vdekesa? Subhanallah, ku dhe të shkojnë mbas vdekes? Në tokë. Pra vendi përfundimi është në tokë, në varë, në bafqet të xhenetit, insha Allah. Vëllezër të dashur, shpjegimet kuranore dhe shembuj